Në 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, organizata Gruaja te Gruaja ka bërë me dije se gjatë këtij viti janë regjistruar 140 raste të reja të dhunës në familje në zonën e Shkodrës. Ka qenë vetë presidentja e kësaj organizate Trëndëlina Boriçi, e cila e deklaroi këtë fakt, ku sipas saj shifrat tregojnë se dhuna në familje vijon të jetë një problem shqetësues që kërkon reagim të menjëhershëm institucional dhe shoqëror. Si mjet për shembull organizata, por duke bashkëpunuar edhe me institucionet, ka trajtuar 140 raste të reja, në zona të reja kur gruaja tregohet për herë të parë në qendrën tonë. Përveç rasteve të tjera, duke u bashku, të cilat një grup mund të vinë disa herë për problematika të ndryshme, për njerë vjen për këshillim psikologjik, për juridik, pastaj vjen për një çështje divorcit, pastaj vjen për një çështje pronësie, dhe duke i mbledh, domethënë këto viktima ose po thonani këto gra, numri arrin diku 350, që shënon një rritje të lehtë në krahasim me vitin e kaluar. Presidentja e organizatës Gruaja te Gruaja ka dhënë një mesazh për të gjitha gratë. Po nuk fole, nuk je ndëgjume dhe nuk je shpëtume. E mira është dhe duhet të jetë që gratë duhet të flasin, duhet ta denoncojnë. Në kuadër të 16 ditëve të aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore, organizatat Gruaja te Gruaja dhe Zyra për Djem dhe Burra, në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër dhe Teatrin Migjeni, organizuan shfaqjen teatrore Andra e Jetës. Shfaqja ka për qëllim të ndërgjegjësojë komunitetin mbi fenomenin e dhunës, duke përcjellë mesazhe reflektimi dhe fuqizimi për gratë dhe vajzat.